Pas rritjes së rasteve me froth gjatë muajit prill dhe fillimit të majit, në shkollat e Prishtinës kanë nisur kontrolle sistematike të nxënësve për të identifikuar me kohë simptomat e tij. Kontakti i parë është me mësimdhënësit. Mësimdhënësit janë ata të cilët janë të gjithë kohën ato. Ata e vren që me një pacient, për shembull, me një nxënës ka vështirësi, ka dhimbje koke, ka temperaturë, direkt automatikisht e adresojnë te unë. Kur vinë të unë i bëhet disa matje të parametra vital, quhen të një temperatura, e shohim si është, ja masim temperaturën, e shohim gjendjen e përgjithshme të pacientit. Pastaj ai udhëzohet, varet ku qysh ka me shku, hipet ndihme e parë në shkollë, se të cilit çka do që ka nevojë. Masat janë ndërmarrë pas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, i cili ka kërkuar zbatim më të rraptë të higjienës dhe monitorim të fëmijëve në institucionet parashkollore e shkollore. Drejtori i shkollës Emin Durako, Visar Osmani, thot se deri më tani nuk është evidentuar asnjë rast me froth në këtë institucion. Deri tash që po flasim nuk jemi të njoftuar që dikush është me froth. Shkolla kuptohet ka marrë masat preventive. Shkolla ka ambulantën, është infermierja e cila bën kontrolla sistematike në ato grupe të nxënësve ku potencialisht mund shfaqen ato simptoma. Rritja e rasteve si dhe apeli nga ekspertët shëndetësor vlerësohet se ka ndikuar në shtimin e interesimit për vaksinim javëve të fundit. Vetëm në 2 javët e para të majit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë janë vaksinuar 304 fëmijë kundër fruthit, pothuajse gjysma e numrit të vaksinimeve të realizuara gjatë 4 muajve paraprak të këtij viti. Prej janarit deri më 13 maj janë vaksinuar 1000 fëmijë kundër fruthit. Grup mosha 1 deri në 5 vjet ka qenë më e përfshira, sidomos fëmijët nga 1 deri në 2 vjet. Vetëm gjatë 12 ditëve janë vaksinuar 304 fëmijë kundër fruthit. Numri është rritur ndjeshëm pasi brenda 4 muajve janë vaksinuar 686 fëmijë, ndërsa vetëm në 2 javët e para të majit janë vaksinuar edhe 304 të tjerë. Sipas IKSHPK-s, nga 16 prilli deri më 12 maj janë konfirmuar 14 raste me froth në Kosovë. Të gjithë fëmijët kanë marrë trajtim spitalor dhe të njëjtit nuk ishin të pavaksinuar me vaksinën MMR.